Jeni dakord se unë besoj se u zarua mbi temën e ndërkombëtarizmit. A jeni me fjalë në thelb ajo që ka nisur tani së fundmi përpos idhënimit të zëvendës kryeministit parë, kemi, po ta shikosh, kemi një Edi Rama i cili ka 3 fronte lufte. Vetëm këtë mbrapa e ka të lirë akoma nga ndërkombëtarët. Në Kratë Majt i del Beni. Përpara i del Bela. Në Kratë të Djathtë i del Erioni. Pra, godet Arbeni nga perspektiva, godet Belinda, ose është i goditur. Nuk ka rëndësi kjo. Po. Së është Kratë Djathtë goditi Erioni me kthimin e dekretit, me rrëzimin e dekretit e kthimin në detyrë? Godit është, Arben Ahmeta po flet nga Aratia, Belinda po nuk pranon dorëheqjen për një mirë arsye, absolutisht ndoshta edhe ka drejt. Mos dorëhiqet. Puna e saj se si e ka menduar. Po. Se nëse bën do të fajshëm tani, po të nisim mbi fare. Jo mbi atë çfarë është ose prezumimet pa fajësisë. Po nuk themi dot asnjëri nga ata të 3 që po flas nuk është i fajshëm. Po, ke shumë drejt. As Rama vetëm. Ke shumë drejt. Por ama sot Rama ka 3 fronte të mbyllura. Në Kratë Majt e kanë mbyll. Se Beni po flet. Në Kratë të Djathtë Erioni e goditi ligjërisht dhe jo politikisht. Se shumë larg për ta goditur politikisht. Ligjërisht po e godet Erioni, ligjërisht po e godet Arben Ahmeta, ku thot e nxjerr nga një kështu Twitter, nga një cicërim her pas here. Dhe përballë ka Belinda Ballukun që thot aj sa di unë që me mua mos e kruaj se unë nuk jam as ai krau jot i Majt, as krau i Djathtë. Dhe është tamam si një min mesahat në gjykimin tim. Pavarësisht se çfarë mendojnë të tjerët, po janë sa gjëra nuk ja fus kot. Që është një min mesahat që ndoshta e rrezikon më shumë se të dy. Por në perspektivën europiane, kur të dalin 3 bashkëpunëtorët tu më ngushtë, se vari qillon për zotrin që i kishe shok, se duhet kishe shok fëmijërie, po e marrë vesh. Ai tjetri kishte vlla atë dhe tha, ç'i bën vllai tim, s'ka tu në. Tani ta ndajmë çik këtë pjesën. Jo thash, por moralisht në kontekstin, po s'ka aty moral tani të vodhi vllai, ç'të bësh, të vrau vllai, ç'a të bën. Themi, vlla do theme kam prap, më vjen shumë keq, më ndjek shpirti për të, po ç'i bëjmë? Si dalë të përpara tani budalliqe që bën. Kështu dhe zonja, ai rrezikohet pushteti, Karia, Tavolina, lapsi propaganda Edi Ramës nga këta 3. Ky është thelbi, sepse lufta që ka nisur, më fal edhe një fjali dhe u ale ta diskutojmë. Lufta që ka nisur momentalisht është që Ahmeta e godet Ramën, Veli e godet Ramën, Balluku godet Ramën. Dhe nëse këta nuk e godasin personalisht, fakti që këta 3 janë në rrjetën e spakut, në konceptin që janë përballë drejtësisë. Fakti që këta kanë qenë bashkëpunëtorë të tim më të ngushtë. Fakti që vetë nëse kanë fije që lidhen midis Vis Berberit dhe Belinda Ballukut dhe apo ku digjon, drejtorëve të bashkisë me Erionin apo drejtorëve të Benit me Ahmetajn, nëse kanë shku telefonata deri te 3, kanë shku dhe te ky zotnia më lart, se s'ka shanse në botë. Asnjë shans nuk ka. Qoftë për kullat kanë qenë klient të Ramës, pavarësisht të firmos të Erionit. Po e dim këtë. Apo jo? Po. Pra KKRT-ja? Po, ai Erioni është dora 2 te kulla. Po. S'ka fonir Rama me Erionin për kullat, fjala vjen. Se s'na ka thënë që prokuroria në këtë pjesë. I kanë mbajt hetimet aty ku kanë dash ata. Pra ka folë Visi me Belindën për këtë pjesë, po Belinda Plumit, apo Kumuris, apo Shpendit, apo Shqiponjës, kujdo që ja ka dhënë. S'ka nuk besoj se ka vetëm ky rasti ku ky pas ka bërë screenshot, pas ka fotografuar biseda. S'ka për tjerë aty. Drejtori i ARSH-s, që ta dini, publiku se ndoshta e dini, të gjithë punët që kanë bëjnë me biznesmenët më të fuqishëm të ndërtimit të Shqipërisë, të rrugëve, nuk ka lënë nëpërmjet drejtorit të ARSH-s fare. Drejtori është, prandaj pozita e drejtorit të ARSH-s ka qenë nga më të rrezikshmet.
në koncept, sepse ti thjesht je në nyshmet, të urdhëron Po, shefi, bëhe këtë salillarit, bëhe atë plumit, bëhe atë tjetërin çangta, bashkimit, apo ndarjes, apo kushdo që janë. Po Zamiri Çeti nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi fare kush janë emrat. Nuk ka rëndësi fare si quhen personazhet e re. Po i përmendim gjithë. Po pra, ideja është që ti kur futesh në një qorsoka ku ti je thjesht zbatus, je firm e dikujt tjetër. Si ekzistokan vetëm për këto që dën këta dhe nuk pas ka komunikim midis këtyre dhe atit të madh. Gjithë to telefonat kap më burr. 50 telefona e 60 kompjutra e s'del asnjë me lidhje me Ramën, fjala vjen? po morani, gjitha rrugët çojnë Rom, the, gjitha rrugët e Ramat çojnë. Po, si po. Çështja që ndron. Po, se bën dot thotë. Jo. Pra e kanë aty veprën dhe nuk e unë jam dakord me përgjimin e pa lishëm. Tezën time më që. Se dhe Belinda, ta përgjigje Belinda nëse pa lishme. Shumë dakord jam. Se është e njëjta gjë, por në fakti kur del në telefon të zotnis, që është indicie prapë nuk po them se janë Indicie, fashëm në asnjë po. moment. Po. Biles duhet vërtetoj prokuroria që këta kanë bërë kështu siç thot Po, shkrimi se mund të jenë vëllai që ka vaje, ta kam thënë 100 herë, Jam se shumë mund të them dhe unë dakord. tani ikim te Banka e Shqipërisë, vjedhim ja 10 milionë euro. Do më tregosh, edhe nëse vjedhet rastësisht Banka e Shqipërisë me 10 milionë euro, do tregosh që kam hyrë unë, kam marr parat, po i kam çuar parat, edhe nëse s'm gjen parat, do të faktosh faktin që Të them diçka apo se po ta arrestosh njerëzit, po. Si sa duhesh. Jo, doja ndaloj këtë. Fakti është Anri që secili prej këtyre që kanë bashkëpunuar me Ramën, fije të çojnë tek Rama. Mund të edhe te Berisha. Se Midis, se merret vesh tani e vëlla tani. nuk merret vesh, është e Mund të çojnë, a do lej deputeti i PD-s paktën nga këto nga ato që kishte fjalimi që kërkuar kishte nder, po. kërkuar takim me zonjën fjalë. Tani këto lloj mund të çojnë kudo, mund të çojnë edhe te ndërkombëtarët. Po, mund të çojë Ja kudo. kupton. Ç'është që ndron në këtë kontekst ne dim diçka. Domethënë gjithë ne kërkojmë që me të drejtë, që është e drejta jon, që spaku ta thrasi Ramën. Po. Kupton? Sepse është një njeri që djeni do ketë pasur Rama, si mos më keq. Tani që kondicionin, fol. Në këtë kontekst, kjo është ajo dëshirë që ne kërkojmë. Po. Por, kur unë kam folur me individët cilët vi nga fusha e jurisprudencës, kanë thënë që SPAK e ka të pamundur, për sa kohë Rama është në detyrë, që t'i japi një hetim. Për shkak se është kryeministri i vendit dhe këto janë si marrëveshje